serioze tjetër, por të me thonë që janë angazhu thuajse në baza ditore me kallëzu që është dallojnë për menimit të kryetarit. Baza ditore. Po këto është defekti. Këto është defekti individual në kuptimin e asaj që tash interesin individual për vendosin primat. Në raport me aton që du të ketë një subjekt. Shqyqani, që ka po ndodhë tash? Thëmë drejtën, LDK-ja në atë kuj ka pas 47 deputet. Kësha pas shef sonte, me, si me thonë, me kalu këtë sfitë. Lajmi fundit është që Zoti Lumer Abdigjiku ka marrë 164 vota. Pra mbetet kryetar i LDK-s, numër i ngusht, unë nuk po e di sa kanë votuar tërë dhe sa vota janë. Dhe me thonë, parancishme, kush dhe që sonte kish fitu, i njëjti problem vazhdan. E kem një nevoj për performancë individuale. Pra, Zoti Lumer Abdigjiku vazhdon të mbetet kryetar i LDK-s, kjo është lajmi i fundit. Shtum. Po këtu është me vojna me qatë në tepe duk. 170 kundër shkarkimit kanë votuar pra kundër 170 delegat të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Abdigjiku vazhdon të mbetet kryetar edhe njëherë me rezultat të ngushtë. Këtu tash në shprehje vjen bash Lumiri. Sa do të jetë ky personi i cili do ta menaxhon vetë subjektin politik. I kemi 3-4 individ, për shembull, të cilët